Nëse dëshiron të dish se a je i prekur nga sihri, dëgjoje këtë video deri në fund. Në vazhdim do t'i cek disa nga simptomat më të shpeshta dhe më kryesore që shfaqen tek personat të cilët janë të prekur nga sihri. Simptoma e parë që shfaqet është shtrëngimi i fuqishëm në gjoks, mpirja e një pjese të trupit, dhimbja e vazhdueshme në stomak, kokëdhimbja e kohë pas kohshme e cila nuk kalon as pas marrjes së ilaçeve. Personi i cili vuan nga sihri në vazhdimsi përjeton periudha sulmesh apo ndryshe siç njihen ngërçe nervore, shikimi i ëndrave të frikshme, në ëndër po sheh se po bie nga ndonjë lartësi, egzagjerimi i arsyeve për grindje dhe përçarje pa ndonjë shkak të rëndësishëm, mosdurimi ndaj takimeve dhe dëshira për t'u vetmuar. Nëse vëren se ke disa nga këto simptoma, atëherë gjëja e parë që duhet të bësh është të mbështetesh në Allahun fuqiplot dhe shërimin ta kërkosh prej tij, duke dëgjuar dhe lexuar fjalën e tij, sepse Kur'ani është shërim, sepse vetë Allahu te bareke ve teala në surën Fussilet ka thënë: "Kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa." Thuaj, ai Kur'ani është për besimtarët udhëzues dhe shërues.